Pas apeleve për ndihmë nga familja e Sati nga fshati Llopat për t'i dalë ndihmë për djalin e tyre 2 vjeçar Saliun, sot arriti një ndihmë e konsiderueshme nga diaspora shqiptare nga Chicago e SBA-s. Ndihmën e solli bashkëqytetari ynë Ismail Xheladini, i cili kishte nisur kontakte me përfaqësues të diasporës gjatë qëndrimit të tij në Chicago. Vëllezërit tan nga Chicago, familjes së Satit, sot i sollën $6.000, të cilat janë të mirëseardhura për operimin e Saliut të vogël. Sot këtu për momentin gjendemi te familja e Satit në fshatin Llopat, ku kanë pas nevojë për një ndihmë për fëmijën e tyre që prej lindjes ka lindë si i handikepuar, i cili fëmijë duhet, ka emrin Salih, duhet bëhet operacion, sër operacionesh, të them. Një ka bërë, tjetrin duhet të bënë pas 3 muajve dhe kështu se mund të ndodhen që edhe disa herë të bëhet operacion që të shërohet ky fëmijë. Mirë, por ja se përmes asaj që ka bërë televizioni juve, diçka, ka deportuar zëri ose kërkesa e kësaj familje ka deportuar edhe në jashtë Atlantikut dhe komuniteti jonë shqiptar në Chicago ka organizuar një ndihmë, një kontribut për cilën neve sot ja dorëzuam familjes. Këtu drejt për drejtu në lidhje me atë, sepse në Chicago isha dhe në musafiri rastit dhe kështu se me njerëzit që takoja ose në vendin ku neve takoheshim disa javë, pra ishte vendi ku grumbulloheshin shqiptarët që ishin të organizuar përmes klubeve, shoqatave dhe kështu organizimeve të ndryshme dhe kështu se kanë dëgju këtë për këtë familje dhe dashin ja përmes meje ta bëjnë këtë realizim. Sot familjes i u dorëzuan një sasi të hollash për $6.032 amerikan dhe besojmë se kësaj familje janë me një gëzim sepse sigurisht se përmes këtyre të hollave shohin shërimin e fëmijët të tyre. Besojmë që Saliu, fëmijë i vogël që ende si ka 2 vite, brenda 1 viti do të shohim të hecë sikur se hecin edhe fëmijë tjerë.